Ledri Vula dhe Xhansila Myrtezai janë një nga dyshet më të pëlqyera nga publiku shqiptar, sidomos pas bashkëpunimit të tyre muzikor që rezultoi një sukses i madh, por përtej muzikës, duket se raporti mes tyre është edhe më i thellë. Gjatë një interviste të fundit, Ledri ka folur për lidhjen që ka me Xhansilën, duke theksuar se mes tyre ka pasur gjithmonë një energji pozitive dhe një ndjesi të fortë bashkëpunimi. Kemi pasur shumë kimi, edhe në studio edhe në klip, edhe në shoqëri. Jemi shumë shok me Xhansilën, është shprehur reperi. Deklarata e tij ka ngjellur menjëherë reagime në rrjetet sociale ku fansat kanë filluar të spekulojnë për një afërsi më të madhe mes tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.